have been conducted after 13 of May, we have to start all over from the beginning. Por pasi që nuk është marrë ndonjë seancë tjetër pas 13 maj vitit 2014, atëherë duhet t'ja fillojmë prej fillimit. Dhe si rezultat ka dalë edhe nevoja për ta ndryshuar aktakuzën. The modification refers to the legal qualification of the criminal offences for which the defendant is charged with. Ky ndryshim konsiston në ndryshimin e kualifikimit ligjor të veprave penale me të cilat ngarkohet i pandehuri. Me këtë ai ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë në kundërshtim me nenin 179.5 të kodit penal të Kosovës, vepër që është dënueshme me burgim jo më pak se 10 vite deri në burgim të përjetshëm. Kam qenë plagosur dhe më kam vrarë 2 shokë më në 19/10/2001. Atëherë sa po e kuptoj, për pikën e parë të akuzën deklaroni si pafajshëm. Pafajshëm tërësisht. Yes, entirely not guilty. Yes. Supozoj se edhe për pikën e tretë të akuzës që lidhet me përdorimin e armës deklarohesh i pafajshëm. Deklarohemi pafajshëm për arsye se mos ta kisha përdor unë armën, unë do të isha i vdekur. Si deklaroni se për këtë pikës së dytë të akuzës që ka përgjoj me prodhësim kontrollin e paautorizuar të armës. Unë edhe në shqyrtimin e parë që kemi pasë se kom pranu sepse më kam mbajt një armë pa leje, për me ndonjë 10 vete. A mundesh me na tregu se çka ka ndodhur në mbrëmjen e 4 gushtit 2014? And I saw him, and was the table pushed? Nuk më kujtohet. I don't recall this. Unë të kom po ty, tek kur ka përshëndetje selam aleikum këtu. I saw you only after the greeting selam aleikum going out of the and we did not provoke you and you did not provoke us earlier, at an earlier stage. Sipas detyrave zyrtare e gjykata është ajo që duhet të vendosë nëse të vazhdohet kjo mas apo jo. But I invite the parties to give their opinions. Por i ftoj palët që të jepin mendimet e tyre. Atëherë sipas mendimit tonë, pasi që nuk ka ndryshim të rrethanave mbas cilave edhe është shqiptuar masa e arrestit shtëpiak, pra nuk ka ndonjë rrethan të ndryshuar, për këtë arsye ne propozojmë që kjo mas të vazhdohet.